Subhanallah, Allahu Azza wa Jall e ban ftyrën ton, pamjen ton, pasqyre zemrave tona. Omer radiallahu anhu u kanë udhëheq i besimtarve. Një ditë ka flajt në rrjet një pemës, e ka shku një grue e cila ka pas jetima, ka shku edhe ka pa flajtën, e ka prek në kam. E është qu Omer radiallahu anhu i ka thënë, çfarë problemi kjo e robresha Allahut? Ka thonë kjo gruja, ka thonë, kom shpresu të ti hajrë. Si të kom pa, e kom pas një farë ndjenje që ka mundësi me marrë hajrë diçka për teje. Ka thonë Omer radiallahu anhu, ka thonë, çfarë problemi ki? Ka thonë kjo gruja, udhëheqësi besimtarve, Omer radiallahu anhu, kjo kanë Omer, veç se ajo se ka njoft. E ka dërgu vjetë Muhammed ibn Maslama, njërin prej shokëve tina, e ka dërgu për me mbledh zeqatin për të pasërve ton e mi adhan fukarave, vjetë. Ajo është ardhë, e ka mbledh, e ka shkep edhe musum ka dhon heq. E kumni që si vjetë do me dërgu Omer radiallahu anhu apet njëjtin, e po tutna që s'ka më dhanë apet. E po du që ti, i ka thonë Omerit, me ardhë me mu bashkë të Muhammed ibn Maslama, realisht të ky punëtori Omerit radiallahu anhu. E kur e ka një Omer radiallahu anhu këta, i ka thonë shërptorit vetë, i ka thonë, ja jarfa, thirma, jarfa është emri i ati shërptorit, i ka thonë thirma këtë Muhammed ibn Maslama, thirma ka, lët vjen. E kjo gruja ka thonë, jo, s'ku menu kështo, ku menu bashkë me shku në atje, e ti me shku me i folë atina, se jo a i marë kase, a i pozit e madhe, si kur me thonë, dikune që ka në pozit për shamëll, ku ta dio në arkatarit komunës, me thonë, hajde ka, kjo s'ka dashtu se pozit, s'ka dashtu ashtu, ka dashtu që bashkë me këtë njerin, me Omerin realisht, radiallahu anhu, me shku bashkë edhe me i folë atina. E ka thonë Omer radiallahu anhu, ka thonë, nëse zvjen aj, shkojnë ana. Kur ka shku kë shërptori, ka thonë atina, ka thonë, hajde, po thirë Omeri, radiallahu anhu. E kjo qëdit, ka thonë, këtë vakt, pak i ka shku menje që ka mësi e ka arruna i kanë. E kur ka shku kjo i ka thonë, qëfar problemi ka o udhëheq si besimtarve? E kur ka një kjo gruja që pithot këtina, që u kanë flajt në rhije udhëheq si besimtarve, e ka mbledh teshën e sajna, i ka armarët është, nuk i ka njoftit që është udhëheq si besimtarve. E ka thonë Omer radiallahu anhu këtina, e ka thonë, adin kush i na kanë? I na kanë, na ka nëmru ngishta, pak, fukara, e na ka thonë Allah e këtë bereqet, e kena fillu me harru të varfër ton, edhe i ka thonë, mi dhanë kësa grujes me neherë diqka, edhe kur shkajsh si vjetë me mledh, mi adhanë ato të vjetit, edhe si vjetit për me neherë. E kur të nish këtë histori e shërë rahmetin e Allahut Azza wa Jall ndaj kësaj grues, ndaj fëmijëve të sajna, ndaj punëtorit Omerit edhe ndaj Omerit radiallahu anhu, për shkak se jo me shku ditën e gjykimit me hak të huj. E ajo krejt që ka vëdu me thanë musliman, historia këtë filloj ku, i ka thonë kjo gruja, kur të pash prita që ka marrë dhe hajrë për teje, do më thonë, në ftyrën e tina, në pamjen e tina, është vrejt hajri. E lusëm Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall me ne pastru zemrat tona e me në shëndrit ftyrat tona.